E ndjeje si konkurrent të fortë Flor Binajn për shembull, nëse do të mbahesh në zgjedhje, sepse ai nuk është kandidaturë partijake, kështu që i plotson ato kushtet që ke ti në optikën tënde. Larg establishmentit. Unë them të pranojmë të vërtetën, edhe të flasim me të vërtetën faktike dhe substanciale dhe jo me, po themi, ambalazhin. Florian Binaj ishte dhe mbetet sa ku është në garë kandidat rreth pari Sali Berishës. Nuk ka pikë në diskutim, në momentin që Sali Berisha identifikohet me ty politikisht, madje i rrëshiti goja dhe tha njëherë kandidati ynë i pavarur, edhe ynë dhe i pavarur. Lapsus që tregon të vërtetën, ai bardh përgjegjësinë si ishte vërtet dhe plotësisht kandidati Sali Berishës, madje sugjerimi im do të ishte për të që të paktën të kishte atë, po themi, forcën që thosë po unë jam kandidati Sali Berishës, e pranoj, e marr si përgjegjësi edhe do fitoj kësaj. Versioni që je kandidati Sali Berishës dhe bën sikur nuk e je Sali Berishën është themi tregon dobësi politike. Kështu që në këtë kuptim zoti Binaj nuk ka ndonjë dallim në substancë me çdo kandidaturë tjetër që mund nxirrte Sali Berisha në këto zgjedhje. Ajo që kam vënë re unë pastaj, dhe këtu do fusja edhe zonën Manseliu, se ajo është kandidati e zotit Rama, ajo dihet. Ajo çfarë pastaj i karakterizon dy rivalët e tjerë, që unë besoj ose paktën uroj të kem të tillë deri në 2027-ën. Po, Binaj paktën ashtu deklaroi. Uroj. Ai tha që nuk e ndërpres fushatën. Do vazhdoj të jem fushat deri në ditën që do shpallen zgjedhjet. Shumë mirë. Ajo që un kam po unë njëkohësisht jam kryetar partie, kështu do të bëte shumë gjëra të tjera përveç se të bëj punë e kandidatit për. Na uroj që të mbajnë zgjedhjet që mos bëjmë punë kot. Kështu që ajo që mund të them pastaj për kandidatët e tjerë është që nuk e di a keni vënë re, jo vetëm profili i tyre ose personaliteti i tyre i ulët politik, pra mungesa e një karakteri të mirëfill politik. A keni vënë re që si zoti Binaj, si zonja Manasirliu deri më sot pothuajse kanë refuzuar dalje televizive ose debat. Debatet as bëhet fjalë. Po këto e kanë bërë shumë. Mor po fare asnjë njeri. Do të thënë që kanë refuzuar debatet kanë ndodhur. Unë s'kam refuzuar asnjë debat, madje i kam ftuar zonjën dhe zotrin që të bëjmë debat, kanë refuzuar të bëjnë debat me mua, kanë refuzuar të bëjnë debat me njëri tjetrin. Po ajo çfarë është e unike për keq në këtë rast është që zoti Bina dhe zonja Manasiliu kanë refuzuar dhe të intervistohen nga gazetarët. Më kupton? Po mirë, se nuk ishte ende zgjedhje, si thua. Do më që ti shpall kandidaturën një zgjedhje. Se fushata formale një javë do të jasë, do. Nuk s'kishte as datë, as. Po datë ka pasur një herë, ka qenë data 9 fuqi deri para ndërhyrjes së gjykatës kushtetuese. Po them, zoti Bina ka dalë vetëm një herë tek mos gaboj në një televizion. Zonja Manasiliu më duket edhe te podcasti i Ramës, po kaq, është shumë pak. Dhe në kushte jashtëzakonisht komode. Kjo tregon që ata kanë frikë përballen me gazetarë. Unë vi me gjithë qef në studion tuaj, domethënë ju mund të bëni çdo lloj pyetje, mund të ngacmoni, mund të përpiqeni të gjeni dobësitë e mia dhe unë jam gati t'ju jap përgjigje. Ata kanë frikë shkojnë edhe me gazetarë që janë jashtëzakonisht miqësor me ta, që mundësisht t'u japin pyetjet përpara që të përgatiten. Kjo tregon se sa të papërgatitur janë në komunikimin me publikun. Ti po thua që s'din të dalin as mirë as keq. Mor po edhe një herë. Ose nuk din të flasin ata, po kanë përshtypjen një gjë është të flas. E lidh me bilancin që mbajnë mbi supë apo jo? Jo, përveç bilancit, po them edhe një herë. S'din të flasin. Paaftësia për të folur në mënyrë bindse me publikun. Flor Binaj për të folur flet? Batutën e ka që keq thjesht politikat, po keq mos thjesht. Më kupto. Nuk është një lloj të mbash më një tekst dhe ta recitosh. Dhe një gjë tjetër është të përgjigjesh pyetjeve të befasishme të gazetarëve dhe opinionista por rivalëve politik. Dhe nuk po them vetëm për zotin Bina, është e njëjta gjë që vlen për zonjën Manasiriu, janë të dy, pavarësisht profesionit që kanë, pavarësisht përvojës politike që kanë, janë të dy që kanë frikë të përballen me publikun dhe po Binaj nuk bën sens që të ketë frikë përballen me publikun se po atëherë unë do doja ta shoh përballë jush. Ju lutem, herën tjetër ftojeni. Apo kompleks. Për shembull nga mungesa e përgatitjes, për shembull. Mungesa e përgatitjes. Mos dish çfarë thuash. Mund të pyesi për gjëra që ti nuk ke fare kompetencë. Ti përgjigjesh dhe pyetjes ore çfarë raport ke me Sali Berishën, po ka shumë gjëra, nuk është vetëm çka ke bërë në të shkuarën. Është edhe je kandidat për Tiranën, di ndonjë gjë nga ky qytet. E di sa banor ka qyteti, e di cilat janë problemet, e di cilat janë zgjidhjet. Dhe ky është problemi. Këta janë kandidat vetëm formal. Prandaj u fshihen gazetarëve. U këtë po them, u fshihen gazetarëve, nuk ka ndodhur asnjëherë. Erion Velia ka pas dhe ka shumë të këqija. Por të paktën një herë në ca muaj dilte sigurisht me gazetarë që i kujdesej vetë ishin ata, por ama dilte në televizor. Belind Kliçi
dilte në televizor, lutej që dilte sa më shumë në televizor, këta fshihen. Madje ata që i kanë vënë, Rama dhe Berisha, unë besoj duke ditur sa dobët janë komunikimi publik, i fshehin, i mbajnë nga mbrapa në mënyrë që të mos ekspozojnë dobësitë e tyre. Ky është avantazhi jot dhe disavantazhi shqiptarëve, që ti ke përballë këta kundërshtar, të cilët nuk dinë të krijojnë frymë politike, nuk ndërtojnë argumente politike në raport me problemet reale që ka bashkia, por mendoj që janë disavantazh për gjithë shqiptarët sepse dy partitë më të mëdha vënë dy figura të tilla, duke marrë për premisë gjithmonë në opinionin tënd dhe mendimin tënd, të cilët nuk dalin ose nuk pranojnë ballafaqohen, për shkak sepse nuk ndërtojnë dot legjitimitet politik, mendoj që tregon një lloj degradimi shumë të madh të kastës politike dhe